Ka nisur zbatimi i amnistisë penale duke sjellë ndryshime në situatën e qendrat të dënuarve në burgjet shqiptare. Ligji miratuar nga Kuvendi dhe i dekretuar nga presidenti tashmë ka hyrë në fuqi duke lejuar lirinë, ulje dënimi dhe përfitime të tjera për kategori të caktuara. Sipas të dhënave të para nga institucionet e vuajtjes së dënimit, mbi 1300 persona përfitojnë nga kjo amnisti. Një pjesë e tyre lënë menjëherë shelit, ndërsa të tjerë do të kenë reduktim të kohës së mbetur të dënimit. Në disa burgje ka nisur procedura të lirimit. Në Lushnjë kanë filluar të dalin rreth 120 të dënuar, në Fier rreth 98 persona, ndërsa në disa institucione të tjera si Korça, Fushkruja dhe Pojskë po zbatohen procedurat për përfituesit sipas kritereve të ligjit. Nga burgu i Drenovës përfitojnë nga amnistia 60 të dënuar, të cilët kanë fituar lirinë. Sa i përket burgut të Grave në Pojskë, fitojnë lirinë 11 të dënuara, ndërsa 8 të tjera përfitojnë ulje me 1.5 vite burg. Nga masa e amnistisë përfitojnë të dënuarit që plotësojnë kushtet e përcaktuara, duke përfshirë dënime të shkurtra, kategori të caktuara sipas moshës dhe gra apo persona që kanë qenë të mitur në momentin e kryerjes së veprës penale. Ndërkohë ligji le jashtë skemës persona të dënuar për vepra të rënda penale, si dhe çështjet që lidhen me jurisdiksionin e SPAK dhe vendimet e GJK-s. Autoritetet kanë nisur verifikimin e dosjeve për të përcaktuar përfundimisht listën e përfituesve, ndërsa zbatimi i amnistisë pritet të vijojë në ditët në vazhdim në të gjitha institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale.